العالمين الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Imi me vazhdimin e trajtimit të shenjave të kiametit. Dhe herën e kaluar, mësimin e fundit, përmendëm betejën e madhe dhe përfundimtare dhe tepër të përgjithshme që do të zhvillohet ndërmjet të muslimanëve dhe të krishterëve. Çfarë do të ndodhë pas kësaj beteje? Cila është ngjarja tjetër e madhe e paralajmëruar nga profeti alayhi salatu wassalam në hadithet e tij? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e shënon Imam Ebu Daudi në sunenin e tij, të përcjellur nga sahabi nderuar Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: rindërtimi i Beitul Maqdis është edhe shtatërimi i Medinës. Dhe shtatërimi i Medinës shënon kohën e Malhamas. Dhe fillimi i Malhamas sjell çlirimin e Konstantinopolës. Nga ky hadith kuptojmë se ngjarja e madhe e radhës pas betejës ndërmjet muslimanëve dhe krishterëve është çlirimi i Konstantinopolës, Stambollit të sotëm, që njihet me këtë emër. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam thotë se Beitul Maqdis dhe qëllimi me të është Qudsi. Është Qudsi, apo siç njihet në ndërmjet të krishterëve dhe xifutëve, Jeruzalemi. Thotë rindërtimi dhe qëllimi me rindërtimin në zhvillimi i tij. Pra do të kthehet në një qendër kryesore për muslimanët, për umetin, për shkak të zhvillimit që do të ketë, diturisë fetare që do të ketë në të. Dhe kjo dhe do të pasohet me shtatërimin e Medinës. Cili është shtatërimi i Medinës? Nuk është shtatërimi i ndërtesave e tjerë, por mund të jetë, si thonë disa dietar, boshatisja e Medinës, sepse njerëzit muslimanët tani do të zhvendosen në Sham. Dhe Qudsi është në territorin e Shamit. Një tjetër mendim është që kuptimi është se rolin kryesor të diturisë fetare do ta marrë Qudsi dhe do të zbehet në Medinë. Dhe qëllimi i profetit alayhi salatu wasallam me këtë hadith është të tregojë ndodit njëra pas tjetrës që do të zhvillohen përpara kiametit. Pra edhe pse sot në Quds muslimanët janë krejtësisht të pasigurt për jetët e tyre për shkak të armikut historik të muslimanëve, çifutëve terrorist dhe gjakatar pa besimtar, profeti alayhi salatu wasallam na tregon se do të vijë një kohë që gjërat do ndryshojnë, situatat do të ndryshojnë. A nuk ishte profeti alayhi salatu wasallam që i lajmëronte sahabët e tij në Mekë, në kohën kur ata ishin të pasigurt për jetët e tyre? Nuk mund të faleshin do të hapur, nuk mund të deklaronin islamin hapur. Profeti alayhi salatu wasallam u jepte si harish dhe u thoshte se ju që jeni në këtë gjendje kaq të dobët, të pasigurt, frikë, do të sundoni dhe do të merrni pasuritë e Kisras dhe rumëve, romakëve. Pra do të fitoni ndaj dy perandorive më të mëdha dhe do të merrni nga pasuritë e tyre. Saqë sahabët çuditeshin, ne në këtë gjendje jemi të pasigurt dhe arrim mbrëmjen apo jo, nëse jemi mbrëmje dhe arrim mëngjesin apo jo. Profeti alayhi salatu wasallam na thonë që do marrin pasuritë e tyre dy perandorive të mëdha, më të mëdha të kohës. Çështjet janë në dorë të Allahut. Allah subhanahu wa taala ndryshon gjendjet. Allah subhanahu wa taala ja heq pushtetin kujt të doj dhe ja jep kujt të doj. Edhe i ndihmon robërit e tij besimtar. Wal aqibatu lil muttaqin. Dhe përfundimi është për të devotshmit.
Dhe ndodhi që muslimanët I morën dhe fituan ndaj këtyre dy perandorive. Dhe njëjtë do të ndodhë. Pra edhe pse muslimanët sot në këtë vend në Quds janë në vështirësi të madhe, Allahu I ndihmoft, I ruajt dhe I shpëtoft nga armiku I tyre dhe shkatërroft armikun e tyre. Prapë do të vijë një ditë që ata do të kenë vlerë, do të kenë pozitë, do të kenë rëndësi, do të kenë pushtet në atë zonë të tyre, në atë tokë të tyre. Pra, thot profeti alayhis salatu wassalam, rindërtimi I Beitul Maqdis do të pasohet më pas me shtatërimin e Medinës në kuptimin që përmendëm më parë. Dhe shtatërimi I Medinës do të pasohet me Malhaman, atë që tham luftën e madhe ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve që folëm mësimin e kaluar. Dhe lufta, përfundimi I luftës së madhe do të shënojë apo pas saj një tjetër ngjarje e madhe në pak kohë do të jetë çlirimi I Konstantinopolës. Çlirimi I Konstantinopolës, marrja e Konstantinopolës. Dhe pas Konstantinopolës, marrjes së saj, do të vi Dejjali. Do të vi Dejjali. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që përcjell Imam Muslimi, ju drejtua një herë sahabëve dhe I tha: a keni dëgjuar për një qytet që një anë e tij është në tokë dhe një anë e tij është në det? Pra një anë e tij ka dalje në det dhe pjesa tjetër shtrihet në tokë. I thanë, po, I dërguari I Allahut, është Konstantinopoja. Quhet Konstantinopoja sepse siç e dim, për shkak të emrit të themeluesit të saj, më perandorit Konstantin. Perandorit Konstantin. Dhe tha profeti alayhis salatu wassalam, nuk ka për të ndodhur kiameti derisa të luftojnë për marrjen e saj 70.000 nga pasardhësit e Ishakut. 70.000 musliman nga pasardhësit e Ishakut. Pse përmendi profeti alayhis salatu wassalam pasardhësit e Ishakut? E kemi thënë në një nga mësimet e kaluara që Ishaku, biri I Ibrahimit. Bir I Ibrahimit. Dhe Ibrahimi pati 2 fëmijë. Ismailin dhe Ishaku. Nga Ismaili rrodhën arabët. Nga Ishaku rrjedhin jehudët. Dhe në këtë hadith kuptimi është romakët. Pra jo arab, nuk do t'jenë arab. Nga biri I Ishakut, por dhe me kuptimin e romakët tu është ata që janë arab, siç janë europianët apo dikush tjetër. Pra që janë bërë musliman dhe janë bashkangjitur ushtrisë muslimane dhe janë pjesë përbërëse e ushtrisë muslimane të përbërë jo vetëm nga arab musliman, por edhe nga jo arab, por musliman që luftojnë për të marrë Konstantinopolën, për të çliruar Konstantinopolën. Dhe kur të arrin atje, thot profeti alayhis salatu wassalam, veçori si do të merret Konstantinopoja, kur të arrin atje, do ta marrin atë, thot profeti alayhis salatu wassalam në hadithet e tij, pa luftë, pa hedhur qoftë edhe një shigjet, pa përdorur armë. Por do t'japin tekbire, do të madhërojnë Allahun me zë të fuqishëm, dhe do të bjerë I njëra anë e qytetit. Pastaj do t'japin prapë tekbire, la ilaha illallah, Allahu akbar, me zë të fuqishëm, do të bjerë ana tjetër e qytetit. Dhe qytetin Konstantini e ndërtojnë në formë trekëndshi. Dhe do t'japin për të tretë tekbire. Dhe do të bjerë edhe ajo anë e qytetit dhe do të hynë muslimanët në të. Dhe nuk do të hasin rezistencë, sepse pa besimtarët në atë qytet, u ka hyrë paniku dhe frika mu në palcë, ku thonë. Ka pushtuar zemrat e tyre nga frika prej muslimanëve.
dhe nuk do guxojnë të përdorin asnjë armë kundra muslimanëve. Duke ditur që muslimanët sapo kanë fituar një betejë kundra formacionit të madh të krishterëve që përbëjnë nga 960.000 ushtarë, 80 formacion ushtarake, në secilin formacion 12.000 ushtarë që bante gati 960.000 ushtarë, pra gati 1 milion ushtarë në betejën e madhe. Prandaj ata janë të frikësuar. Kur dëgjojnë muslimanët që po vinë me telbira me madhërinë për Allahun, dorëzohen pa bërë rezistencë. Dhe ky hadith, kjo lloj mënyre marrje e përmendur nga profeti alayhis salatu wasallam tregon se qëllimi është marrje tjetër e për herë të dytë e Konstantinopolës. Jo ajo që bëri Muhammed el-Fatih, që e mori Konstantinopolën, por e mori me luftë. Ndërsa ky hadith tregon që do merret pa luftë, është tjetër gjë. Pra do të përsëritet marrja e saj. Kjo për faktin se Konstantinopoja që dikur pas marrjes së saj ishte qendër e Islamit, më pas u shndrua në një vend ku jo vetëm që nuk ishte më qendër e Islamit, jo vetëm që nuk praktikohej më shariati, por dhe muslimanët hasën vështirësi në praktikimin e fesë, sidomos në kohën e Ataturkut. E atij pabesimtari që nxori ligje dhe e dëmtoi Islamin dhe muslimanët në atë vend, persekutoi muslimanët në atë vend. Dhe kemi folur diçka rreth kësaj në mësimet e kaluara. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam më pas se pas marrjes së Konstantinopolës, kur muslimanët do të jenë duke marrë plasën e luftës, duke bërë ndarjen e saj, shejtani do të thrasë. Ka ardhur Dejjali në vendet dhe familjet tuaja. Dhe muslimanët do t'i lënë angazhimet që kanë në dorë për momentin dhe do të kthehen në familjet e tyre nga frika e fitnes së Dejjalit. Por do të shohin që është gënjeshtër. Dhe për cilët vinë e tharë nga selefët, zinxhiri i tyre transmetimit është i saktë, por nuk mund t'i marrim si të mirëqena apo të mbështetemi plotësisht në to dhe t'i kemi si fakt, për arsye se nuk ka ndonjë hadith nga profeti alayhis salatu wassalam që të mbështeten këto fjalë të selefëve. Ka nga selefët që kanë thënë se nga koha e marrjes së Konstantinopolës deri në shfaqjen e Dejjalit do të jetë 7 vjet. Të tjerë thonë do të jetë sa shtatzania një gruaje. Dhe dihet shtatzania një gruaje përgjithsisht është 9 muaj. Pra si 7 vjet, qoftë edhe 9 muaj është periudhë e pakë. Periudhë e shpejtë që do të shënoj ardhjen e Dejjalit. Pastaj mbas marrjes së Konstantinopolës, e cila ka qenë qendra e dytë e të krishterëve, mbet një tjetër qendër e të krishterëve e pa marrë akoma nga muslimanët, dhe që është Roma. Edhe Romën do ta marrin muslimanët. Përcitën nga Abdullah ibn Amri radiallahu ta'ala anhuma, thot, po qëndroni me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe dikush e pyeti dhe i tha, o i dërguari i Allahut, cilat nga këto dy qytete do të merret fillimisht? Konstantinopoja apo Roma? Konstantinopoja apo Roma? Dhe këto janë emërtime të lashta që përpara Islamit, që kanë mbetur sot e kësaj dite.
Profeti sallallahu alaihi wasallam tha la bel Medinatu Herakl. Jo, tha, do të merret fillimisht qyteti i Herakliut, që është Konstantinopoja. Çfarë tregon ky hadith? Ky hadith tregon se profeti alayhi salatu wasalam u kishte treguar edhe më parë sahabëve të tij që do të merren këto dy qytete, që janë qendrat e krishterërimit. Që shënon, që tregon fitoren e muslimanëve ndaj të krishterëve, dhe ngritjen e islamit dhe shuarin e krishterërimit. Por nuk u kishte treguar se cili qytet do të merrej i pari. Prandaj sahabi pyeti. Pra nuk pyeti a do t'i marrim, sepse kjo dije që do t'i merrnim. Por pyeti se kush nga këta të dy do të merrej i pari. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha, do të merret Konstantinopoja. Do të merret Konstantinopoja, pastaj Roma. Do të përmendet Roma edhe në të shenjë tjetër vijuese, dhe që është një ngjarje tjetër e madhe, lufta me çifutët. Lufta e muslimanëve kundra çifutëve, dhe kjo do të jetë një luftë e madhe, do të jetë një luftë e vështirë, do të jetë një luftë e përgjithshme. Pse? Sepse me çifutët është Dejjali. Bashkë me ta do të luftoj Dejjali. Dhe vetë Dejjali është nga çifutët. Është njëri, siç kemi thënë, por i përket jehudëve, i përket çifutëve. Dhe muslimanët edhe më parë, që në kohën e profetit alayhi salatu wasallam, kanë bërë betejë me çifutët. Me fiset çifute që ishin në Medine, si Benu Nadir, Benu Quraidha, Benu Qainuqa, çifutët e Khayberit. Fillimisht profeti alayhi salatu wasallam pati marrëveshje me ta. Por ata, duke qenë që e kanë tradhtin në gën, janë popull tradhtar, të pabesë, siç ndodhet edhe sot e kësaj dite, bëjnë marrëveshje me palestinezët dhe i thyen të parët marrëveshjet. Nuk i zbatojnë, nuk i përmbahen marrëveshjeve. Por edhe marrëveshje që bëjnë me krishterët në për ato organizatët ndërkombëtare të tjera, që marrëveshje të përbëra nga pika, nga nene e tjerë, që ta afirmosin dhe se do t'i përmbahen atyre rregullave dhe pikave, nuk i përmbahen. Pra e një popull që nuk i përmbahet marrëveshjeve dhe nuk ka besë tek ata, janë popull i pa besë. Dhe të njëjtën gjë bën edhe të afiset që futën në kohën e profetit alayhi salatu wasallam, pasi profeti alayhi salatu wasallam pati marrëveshje paqe me ta. Pra që nuk do të ishin luftë midis tyre, por do të ishin një aleancë të vërtetë, që edhe do t'i ndihmonin njëri tjetrin. Por ata e thyen në fshehtësi, u bashkuan me idhujtarët kundra profetit alayhi salatu wasallam dhe muslimanëve, dhe i luftoi profeti alayhi salatu wasallam. Dhe tha: la ukhrijanna al-yahuda wan-nasara min jazirati al-arab. Unë tha do t'i nxjerr, do t'i dëboj çifutët dhe të krishterët nga gradishulli arabik. Por nuk arriti dot ta zbatojë të gjë profeti alayhi salatu wasallam për shkak të përfundimit të jetës së tij. Dhe e dhartë e vendim profeti alayhi salatu wasallam, sepse gradishulli arabik është vendi ku lindi dhe u rrit Islami, dhe ku buron Islamin për në vendet e tjera. Prandaj nuk mund të kishte në të ndonjë besim apo ndonjë akide tjetër përveç se akides së vërtet, besim, fesë së vërtet Islamit. Dhe cili është kuptimi me gradishullin arabik? Dikush që mund të mendoj atë pjesë toke, si në formë drejtkëndshi që hyn në det. Por dietarët kanë dhënë interpretime ndryshme, pasi kanë rënë dakord më parë që të gjithë se gradishulli arabik i përmendur në fjalën e profetit alayhi salatu wasalam përfshin padyshim Mekën dhe Medinën. Por kanë dhënë më pas interpretime të ndryshme për territore të tjera. Disa prej tyre përfshin dhe Yemenin, disa prej tyre përfshin Hijazin,
që është brenda tij është Mekka dhe Medina. Disa të tjerë përfshin Hijazin dhe territoret e tjera. Pra, nuk ka ndonjë dakordsi ndërmjet dietarëve në këtë gjë. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që kemi përmendur më parë, që kur marrin muslimanët Konstantinopolën dhe të jenë duke bërë plan ndarjen e plazhës së luftës së tjerë, shejtani do të thotë, do të thras, do të thotë që ka dalë Dejjali. Dhe ata do të alen dhe do të nisen, por do të shohin që s'është lajmi i vërtet. Dhe do të kthehen në vendin e tyre, pra jo në Konstantinopol, po në vendin e komandës së tyre, komandës ushtarake të tyre, që ishte në Guta, pranë Damaskut. Dhe e përmendëm në mësimin e kaluar. Dhe aty më pas do të merret vesh që me të vërtet ka ardhur tani Dejjali. Pra jo herën e parë që lënjoh shejtani, por për herë të dytë do të jepet lajm, dhe lajmi i herës dytë do të jetë i vërtetë që është shfaqur Dejjali. Dhe në këtë ushtri e cila komandohet nga Mehdi, muslimanët janë në Damask për të falur namazin. Dhe do të jepet ikameti dhe Allahu i lartësuar do të zbres pejgamberin e tij, Isain alayhi salam, në xhamin Emawite, pranë atij vendi që quhet Minarja e Bardhë, dhe kjo minare ekziston edhe kësaj dite me këtë emër. Do të zbres Isa alayhi salam. Dhe nuk do të pranoj që të dalë ai imam i muslimanëve pasi Mehdi t'ia propozoi këtë gjë. Por do të falen dhe Mehdi do të jetë imami dhe do të nisën dhe do të bëhen gati për të luftuar Dejjalin me ushtrinë e tij, në të cilën ka edhe 70.000 çifut nga krahina e Asfahanit, Horasanit, në krahina e Horasanit. Dhe përmendëm që veshjen e tyre, si do të ishte veshja e tyre, kemi përmendur te tregimi i Dejjalit. Pra ajo si një shami e madhe, copë e madhe e hedhur mbi korr, që varet në supe e bardhë me rripa të zi poshtë. Kemi përmendur këtë gjë. Do t'i bashkangjiten 70.000. Dhe jo se do të jetë vetëm kaq ushtria e tij, por 70.000 do të jenë çifut të ardhur nga kjo krahinë që sot përfshihet në Iran, në Iranin e sotëm. Dhe pasi të mbaroi namazin, Isa alayhis salam do të thotë hapeni derën, pra derën e xhamisë, sepse ata janë rrethuar nga Dejjali dhe ushtria e tij. Ka ardhur deri aty Dejjali në Damask kundra muslimanëve me ushtrinë e tij. Dhe kur ta shoh Dejjali Isain alayhis salam, tretet, siç tretet kripa në ujë. Pra Allah subhanahu wa taala i ka dhënë fuqi pejgamberit të tij që ta vras Dejjalin edhe qoftë me shikim duke e parë. Pra këtë njeri i cili e mbante vetëm për Zot, që sa i dobët është, tretet me shikim. Por Allah i lartësuar dëshiron ta vras me anë të duarve të Isait alayhis salam, që gjaku i tij pa besimtari të madh, i tij armiku të madh, të mbes në hushtën, atë shtizën e Isait alayhis salam. Dhe njerëzit ta shohin përfundimin e tij pa besimtari. Dhe do të filloj lufta dhe do të jetë një luftë e vështirë, një luftë e përgjithshme. Por që në fund Allahu subhanahu wa taala do t'ia japi fitoren, do t'ia japi fitoren muslimanëve. Dhe pasi muslimanët dhe në këtë luftë që do të bëhet kundra çifutëve, profeti alayhis salatu wassalam ka treguar që çdo gjë do të tregoj për çifutin që është shehur pas saj. Guri, pema, muri do të flasë dhe do të thotë, o musliman, o robi Allahut, hajde se pas me është shehur një çifut, përveç pemës el Gharqad, një pemë gjemba, si shkura e madhe, të cilët thonë studiuesit se çifutët e mbjellin shumë atë pemë sot. E mbjellin atë pemë shumë.
sepse mendojnë që do të shpëtojnë me anë të kësaj gjëje. Pra dhe kjo do të shënoj edhe përfundimin e fuqisë së tyre, shtatërimin përfundimtar të tyre, që do të jetë shtatërim bashkë me Dejjalin. Dhe pasi të përfundojë edhe shtatërimi i tyre, atëherë muslimanët do t'i drejtohen në Romës, bashkë me Isajin alayhi salam, dhe do ta marrin edhe Romën, që është qendra e vetme që ka mbetur për të krishterët, duke shënuar në këtë mënyrë edhe përfundimin total të krishterëve, fesë dhe qytetërimit të tyre pagan. A do të jetë Mehdi në këtë ushtri për marrjen e Romës apo jo? Allahu alem. A do të jetojë deri atëherë apo jo? Allahu alem. Por pejgamberi Allahut Isa alayhis salam do të jetë. Përsa i përket betejës së madhe ndërmjet muslimanëve dhe krishterëve, që ne i themi përgjarkja e madhe apo thertoria e madhe për shkak të numrit të madh të vrarëve në të dyja palët në këtë betejë, të krishterët dhe çifutët njihet si betejë e Armagedonit, dhe ky është një emër, një tërë fjalësh që ka për qëllim të tregojë vendin ku do të zhvillohet kjo betejë sipas interpretimeve të tyre. Por japin ata japin më pas interpretimet e tjera të tyre, të gabuara, të devijuara nga ajo që ka të treguar pejgamberi Allahut Muhamedi alayhis salatu wassalam. Dhe gjoja sikur ata do të fitojnë, do të bëjnë aleancë, thonë ata, që futet me krishterët kundra muslimanëve me një ushtri për 200 milion ushtarësh, thonë ata, dhe do të fitojnë. Dhe kjo thonë do të jetë në kohën kur të zbresi Isai alayhis salam, thonë ata. Dhe për ta përgatitur këtë gjë, për t'i pasur krishterët pas vetës, çifutët kanë krijuar sekte të krishtera, sidomos tek ungjillorët e Amerikës, evangelistët, të cilët dominojnë në Amerikë dhe dominojnë edhe në politikën amerikane. Shpesh herë për ta pasur pas vetes të shtet fuqishëm, ata politikat e tyre i ndërtojnë mbi këtë akide evangeliste, cila është përkraja e çifutëve pa kufi, mbrojtja e tyre pa kufi, sepse një ditë ne do të bëhemi aleat me ta kundra muslimanëve. Prandaj do të shohim jo pak prej politikanëve të mëdhenj në Amerikë që kanë të akide, që janë evangelistë, pra praktikanë që e besojnë të akide të devijuar, të pavërtet, që kanë një urrëtie, kanë një mlef kundra muslimanëve dhe kanë dhe japin një mbështetje dhe përkraje pa kufi çifutëve, përkundrejt masakrave, gjenocidit, luftrave të padrejta që ata bëjnë kundra muslimanëve, apo edhe përkundrejt presionit brendshëm që mund të kenë nga popullata. Prap nuk tërhiqen. Kjo është e lloj akide që e futën çifutët ndërmjet të krishterëve për t'i pasur pas vetes, për të mbrojtur veten e tyre, dhe jo sa i duan ata të krishterët, sepse çifutët nuk duan njëri përveç vetes. Nuk duan njëri tjetër përveç vetes së tyre, por e dinë që është e vërtetë se triumfi përfundimtar i takon muslimanëve, atëherë përpiqen si ta vënojnë, si ta shtyjnë, apo si ndoshta mendojnë se mund të arrijnë diçka me aleanca me djallin. Por në fund, luftë të gjithçkaje, triumfi do të jetë i muslimanëve, si ndaj krishterëve, si ndaj çifutëve bashkë me Dejjalin. Dhe edhe qendra e fundit të krishtërimit do të bjerë në duart e muslimanëve, dhe që është Roma. Kjo është përsa i përket kësaj shenje në lidhje me çifutët. Elusim Allahun subhanahu wa taala
të japi neve qëndrueshmëri në fenë e tij, na tregoj neve të vërtetën, na furnizoj pasimin e saj, të kodët na ruaj nga ndjetja e saj. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.